Jakobit, jemi te kapitulli 4, vargjet 13 deri në 17, që sapo e lexuam edhe pak më parë bashkë. Tani si të jetosh sipas udhës së Zotit. Neve pam tek ato vargje që një nga gjërat që të gjithë njerëzit bëjnë, në fakt bëjnë shumë plane. Vedi sa prej nesh kanë bërë plane edhe sot. Çfarë do bëni pikërisht mas adhurimit, do shkojmë këtu, do shkojmë aty. Po shpesh ndodhet edhe që nuk plotson, që nuk arrin. Jakobi na mëson edhe na tregon se një nga gabimet që neve si njerëz arrim të bëjmë, mund ta bëjmë, nuk e di, edhe pa menduar thellë, mund ta bëjmë edhe duke dëshiruar që mos për shembull që ne gabimi që bëjmë pra është që mos të thusim Perëndin në planet tonë. Çfarë ndodh? Ndodh që ka dy gjëra pra, ose mund të ndodhin në mënyrë aksidentale, ku diun harruam ose u bë në mënyrë, janë ca gjëra që bëhen në mënyrë instiktive, ëh. Për shembull, kyçe derën e kyçes se kyçe, fike sobën se fike, mbylle rubinetin e çezmës banjës apo jo, e le hapu, hekurin e hoqja ose hoqja, keni parë është një video në internet që qarkullon me hekurën e kurosës. E hoq nga priza, le aty, del, kthehet prapë, shikon që ka hequr, kthehet prapë, pastaj e merr fund çantën dhe ik, që të jetë i sigurt që e ka hequr. Tani lind pyetja çfarë është jeta. Disa mund të kërkojmë edhe vetë në internet që të nxjerrim disa citime që njerëzit e kanë përkëfizuar jetën. Po për një shembull, një Thomas, jeta është një shkëlqim i vogël i kohës midis dy përjetësive. Shakespeare thot, jeta është një përrallë e treguar nga një idiot, plot zë dhe tërbim, që nuk nënkupton asgjë. Është diçka që kalon shpejt dhe Henry Thoreau thot, shikoj, jeta është si një shëtitje në plazh. Dole aq e bukur ishte, u kënaqja, pastaj u prish koha, s'ka më. Isaia na thot kështu, një zë thot bërtit, dhe përgjigja që merr është çfarë të bërtas? Bërtit që çdo qenie është si bari, dhe që tërë hiri i tij është si lulja e fushës. Bari thahet, lulja pishket, por kur fryma e Zotit fryn mbi të. Me siguri populli nuk është vetë se bar. Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndis ton mbetet për jetë. Ka një ndryshim, ndërsa nuk dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta është tavull që duket dhe pastaj humbet. Jakobi te kapitulli 4, vargjet 14 dhe 15 që lexuam bashkë. Pra, si e nënkuptojmë neve, si do të arrinim neve vetë ta përkufizonim jetën. Kam dëgjuar shumë që thanë jeta është si flluk sapunit. Jeta ka të kuptimin e vet, por jeta gjallëria që ne marrim, fryma e jetës vjen e ka burimin nga Zoti. Njeriu thot është krijuar me jetën e Zotit. Nëse do të shkonim te kapitulli Zanafilla kapitulli 1, vargjet 27 dhe 28, thot Zoti thot le të krijojmë njeriu sipas imazhit tonë, i krijojmë femrën dhe mashkullin. Dhe te kapitulli 2, vargu 7, Zoti i dha frymë jetë, e formoi njeriu nga barka dhe i dha frymë jetë. Por ndodhi që njeriu nuk ju bind Zotit. Prandaj dhe mëkati prezantoi vdekjen. Tada! Kjo është zgjedhja juaj. Neve nuk e dim, më mund të na pëlqej për momentin, është diçka momentale, edhe fatkeqësisht është një dobësi ose një fatkeqësi e njeriut që ndodh që neve e kemi më lehtë të bindemi
për gjërat e jashtme që na paraqite, se sa të bindemi nga fjala e Perëndis, nga Perëndia, se çfarë është jetë. Disa thonë që shiko, nëse ndaj ato jetë si jetë kam, po gjithë jetë kemi. Po puna është që ajo çfarë neve gabojmë, ne duhet ta shpenzojmë jetën tonë në mënyrë të tillë që mos shpenzojmë përjetësinë tonë në fe. Ky është një realitet i drejt për drejt që vjen nga fjala e Zotit. Sigurisht që neve mund kemi shumë mendime dhe edhe paragjykime të ndryshme, ose si të them unë, mund t'japim dhe gjykimin ton për jetën edhe për kufizimin e jetës, por e vërteta është kjo, që fjala e Perëndis është e vërtetë dhe është e gjallë. Ali nuk po mundohet as që e çon në përmend që të provoj që Zoti nuk ekziston. Dihet botërisht. Do shkrime të ndryshme tregojnë për veprat e Zotit. Edhe muslimanët që ata e besojnë në mënyrën e vet Zotin, është diçka një temë tjetër, por ajo çfarë është e rëndësishme që neve mund të bazohemi, ata e besojnë që Jezusi është i vërtet. E besojnë që Jezusi ka lindur nga një virgj. Është një profet shumë i madh, është profet i shenjtë. Gabimi që bëjnë ata është sepse thonë kur Bibla thot Jezusi kur largohet, mbas ringjalljes sot unë do të dërgoj ngushëlluesin tim. Dhe Bibla po flet për frymën e shenjtë që neve marrin kur pagzohet. Kurse ata besojnë që ngushëlluesi është Muhamedi. Ka një ndryshim shumë më. Perëndia bëri të mundur që njeriu të lindi përsëri. Gjoni kapitulli 3 vargu 3. Ne e dim që ose Veprat kapitulli 2 vargu 38 që thot pendohuni dhe pagzohuni në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Të gjitha mëkatet e juaja do u falen dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë, pra ngushëlluesi. Ngushëlluesi është diçka shpirtërore që ne nuk mund ta shikojmë, nuk mund ta prekim. Edhe më e bukur e bukurave është që Kurani është shkruar vetëm në gjuhën arabike. Edhe ata mendojnë që edhe besojnë që nëse ti do të kuptosh me të vërtetë të marrësh esencën e vërtetë se çfarë Perëndia ka thënë, duhet ta lexosh Kuranin në gjuhën arabike. Duhet të flasësh arabisht. Por Zoti i Biblës na thot këtë gjë. Unë do t'ju jap thot dhuratën e Frymës së Shenjtë. Pali na thot tek Romakët, fryma e shenjtë do të ndërhyjë tek Perëndia për ne dhe do të flasin në një gjuhë që ne se kuptojmë dot. Por do t'i kërkojë në favorin tonë. Perëndis. Pra, Perëndia nuk ka nevojë, nuk zgjedh një gjuhë botërore, edhe të thot kjo është e shenjtë. Por Perëndia thot, ju do ta merrni mesazhin sipas gjuhës tuaj, ku ju jetoni dhe flisni, por bashk do komunikojmë në të lloj mënyrë. Edhe nuk ka nevoja për përkthye, se unë kam përkthyesi më të mirë, është fryma e shenjtë. Dhe dini që një mëkat që është i pafalshëm është blasfemia kundër frymës së shenjtë. Domethënë të flasësh keq për frymën e shenjtë, ta shash frymën e shenjtë, ta ofendosh frymën e shenjtë, ta përdhosh. Lindja e re të sjell tek jeta e përjetshme. Kemi tek Gjoni kapitulli 3 vargu 16, kemi diku këtu që thotë unë jam rruga e vërteta dhe jetë. Askush nuk mund të shkojë tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Shkrimi që neve sapo lexuam së bashku, por për hir të mësimit të lexojmë përsëri. Dhe tani ju që thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë, ndërsa nuk e dini për të nesërmen, sepse ç'është jeta?
është tavull që duket për pak dhe pastaj humbe. Në vend që të thoni në dash të Zotit, këtë nuk e themi, no? Edhe mund ta themi për kur jemi me të mirë. Dhe në paqimjet, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Ju përkundërzi, thot Jakobi, mburreni në arrogancën tuaj. Çdo mburrje e tillë është e keqe. Ai pra që di të bëj të mirë dhe nuk e bën mëkat. Jakobi e nis këtë pasazh, të pjesë të kapitullit 4 duke thënë dhe tani ju që thonë. Perëndia në fakt po dëshiron, po kërkon vëmendjen tonë, që të kuptojmë se çfarë rëndësishme është jeta jo. I kujtohet Jezusi tregon një shëmbulltyr. Ishte një i pafër. Ishte një burg shumë i madh, një fermer shumë i madh, edhe i thot atë vit pati me bollak. Aq shumë sa hambaret e tij nuk e mbanin dot. Po zemra e tij rrëmbeu dhe filloi të mburrej në veten e vet. Edhe tha, në vend që të thoshte i falenderit Zotit, Zoti i madh më ka bekuar, po tha, unë tha do të ndërtoj tha hambare të mëdha, tha. Dhe tha do të ambleh tha të gjithë të korrat e mia, të gjithë të vjelat e mia, do të jetoj tha në përjetësi. Deri dhe pyet dita tjetër na la shëndem, sepse Zoti aq i hidhur ishte ai në zemrën e vet, aq mburra vet su bën në zemrën e vet, saqë Zoti nuk e duroi dot. Me jetën e Zotit brenda tyre, po jetonin në kohën e Jakobit, unë besoj që është e vërtetë edhe sot. Po jetonin ose po jetojnë jetën si njerëzit pa Zot. Që nuk duan të aty, brat lik dynjaj. E përdora një fjalë turke. Për qef, çdo gjë jemi në rregull. Pse ta vrasim mend? Por duhet të kuptojmë diçka që koha ikën shumë shpejt. Shumë shpejt. Dhe ajo çfarë neve nuk arrim ta kuptojmë përsëri desha të them. Nuk arrim të kuptojmë është që koha ikën shumë shpejt, po përsëri neve rrëmbehemi dhe bëjmë plane, sikur kemi kohë të jetojmë 100 vjet. Sa prej jush, duke përfshirë dhe mua dhe familjen time, do të themi që nuk jemi gati për x gjë. Qofse do të pyesit për diçka, çfarë po bën për këtë gjë? Ka rëndësi se çfarë është ajo gjë. Po është e juaja personale. Po ne le themi s'jam gati. Më duhet kjo, më duhet ajo, më duhet kjo. Të jemi të sigurt që unë sot që jam 40, nuk do të kisha atë lloj mendësie që kam pasur 25 kur u martova. Do kisha kam mendësi tjetër, do isha më i kujdesshëm, më i matur. Tani kur shikoj fëmijët e mi që kërcejnë dhe hidhen ashtu kërcej edhe unë po ngri herë dalë sa derisa të bini tokë, ra theu për plas, kërciti e theu, e ndrydhi. Pra nuk ajo çfarë desha të them, ta theksoj, ne asnjëherë nuk do të jemi gati. Ta harrojmë këtë gjë. Sepse sot standardi i jetës që neve kërkojmë për gjëra nuk është i njëjti siç ishte përpara 5-6 ditësh. Jo, lere përpara 5 vjetësh nuk ishte. Sa po të shkojmë veten tonë përpara 5 vjetësh, hajde budalla, gjitha ato mundësira që kemi pas në përduar edhe themi u pasë jetuar, pastaj por jemi sot edhe sot themi, nuk jemi gati. E diti çfarë do të thotë që bësh këtë gjë apo jo? Mund t'ia themi vetes tonë, mund t'ia themi njerëzve të dashur për plane të ndryshme, nuk po për çdo gjë neve më do të themi nuk jam gati. Madje edhe njerëz edhe për besimin në Zotin nuk jam gati. Qofse ti e di që Jezusi, biri i Perëndis, u lind nga një virgje, e di të beson. Janë dy gjëra interesante këto që po të pyesësh një krishter në baza të forta, thotë unë nuk besoj, por unë e di. Do të thënë e di, është ekziston. Ashtu siç e di që familja ime, unë nuk them unë besoj që familjen e kam në shtëpi. Unë them që unë e di që i kam në shtëpi. Dhe ti e di pra që Zoti është i gjallë.
Për Jezus i erdhi në mish, jetoj një jetë pa mëkat, u kryzua, u ringjall. Ja i beson të këto gjëra, po i besoj. Pa atëherë, çfarë të mundon ty që ti thosh po në pagëzim? Nuk jam gati. Dikush më ka thënë ta bë përshtypje përpara në 2010, 11, jo, 10 nga qenë. Që unë nuk pazohem se i di gjitha këto, që se po i thash, por nuk pranoj sepse desha ta jetoj jetën time. I pëlqente jeta e mëkat, dëshirat mishore, dhe e dinte që nëse do ashtu do ishte dorë. Paktën ishte i drejt për drejt, nuk ishte hipokrit. E besoj këtë, po bëdhe këtë, lua me dy porta. Ku dali topi? Ku është topi më afër, atje të fusin do të gol. Por në të vërtet neve kemi nevojë që të kuptojmë rëndësinë e kohës. Koha ikën duket shumë interesante dhe shumë mashtruese, sepse thua kam shumë kohë dhe jeta duket shumë e gjatë, por në fakt është shumë e shkurtër. Është shumë e gjatë për të jetuar, por shumë e shkurtër. Jetoni jetën me zgjuarsi. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia që u jep të gjithë dhe pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jep. Në qoftë se neve, ky është dallimi. Në qoftë se neve shkojmë dhe i kërkojmë Perëndis, Perëndia na jep në botë. Me bollë. Perëndia na jep pa qortu. Mjafton që neve të vend t'i kërkojmë Perëndis, pikërisht këto gjëra. O Zot nuk e di këtë. Më ndihmo, më ndriço. Qoftë ne do të shkojmë t'ia kërkojmë dikujt tjetër, po pse ç'do të thotë? Tu e kishe ti mendjen. Pse nuk mësove? Pse nuk lexove? E gjitha këto me radhë. Pesë udhëzime që ne mund nxjerrim nga ky pasazh për një jetë të zgjuar që kënaq Zoti. Rreth parë neve duhet pranojmë realitetin. Një njeri i mençur do të jetojë jetën me kuptimin e natyrës së vërtetës së jetës, siç është e vërteta, me kam në tokë, siç themi ne. Jo ta ludojmë edhe ta bëjmë shesh me lul, ndërsa nuk e dini për të nesme sepse ç'është jetë. Duhet bëjmë plan. Nuk është gabim që të bësh plan, të kuptojmë edhe këtë gjë, sepse është pa logjik. Pali bëri plane, tregonte se çfarë do bante, e shumë njerëz të tjerë bën plane. Por nuk harruan diçka shumë të rëndësishme, në dashur të Zotit, Zoti do na ndihmoj, Zoti do e bëj të mund. Neve fokusohemi tek ajo çfarë nuk kemi dhe harrojmë këtë që kemi dhe themi nuk mundet. Po Zoti do e bëjë mbar. Po si? Po këto detaje nuk ti jep dot gjithë, nuk i merr dot nga Zoti. Se çka kuptim ka jeta. Tek ligji për të rinj 29 thotë dhe Zoti misteret e jetës, Zoti i mban të fshehura. Zoti të tregon ti po rifrazoj i vargun, si çfarë më imana. Por Zoti çfarë është e kuptueshme dhe e pranueshme për të shfaqur njeriu t'ia shfaq, të tjerat nuk t'ia shfaq. Mami im gjithmonë thoshte dhe e mbaj mend dhe e thot, po Zot sa ke mos në rrëfe? Ju që jeni me eksperiencë jetë e dini që do të thotë këtë. Ta ngulisim në mendje pra, e nesmen nuk e dim. Të kujtojmë se sa e rëndësishme është koha tanishmi dhe le mos fokusohemi tek ajo. Ajo çfarë problemi jonë është që neve e harrojmë çfarë kemi dhe nuk e pranojmë dot, nuk arrijmë dot ta kuptojmë se çfarë kemi të mundur dhe çfarë jemi mundësi ta bëjmë mise. Unë ka barat po godasin që kiqët po godasin për paktën për mua. Mase ju do e keni të zgjidhur këtë lloj procesi. Po për mua një herë është shumë e vështirë. Po pse çka ka? Por e bëj këtë. Po bëre këtë do të hape dera tjetër. Ky është gabimi jo. Vështroni me kujdes jetën. Bëni një analizë jetës tuaj, ku jeni? Ose si arrini ju ta kuptoni, si do e përshkruanit këtë gjë? Mbajini mend këtë pyetje. Si do e përshkruanit jetën? Po ta vështrojmë jetën me kujdes.
është tavull që duket për pak dhe pastaj humbet. Apo jo? Jeta është e shkurtër dhe duhet ta jetojmë. Neve fokusohemi çfarë është, o çfarë nuk shikojmë, edhe themi po tani. Nuk jemi gati. Se ne duam 2 ose 3 dyrë që të na hapen, që të shikojmë që jemi në rregull. Ore baj, ja një gjë interesante se do të vi këtu me këtë çështjen e biznesit. Jo tamam biznes. Neve këtu në kish flisnin dhe thonin, ore shiko për shtëpi, blej një shtëpi e bëj një shtëpi. Kishin vite që shikonin, nga 2-3 vjet që shikonin për shtëpi. Madje edhe këto agjenci që na thoshin sa herë që shkojnë, çka ke? Po ky s'ble shtëpi, thotë ble, dita tregon kotët. Vitin e fundit doli një shtëpi brenda mundësive tona, që neve mund ta mbulonin edhe me kredi. Dhe biseduam bashkë që ta marrim, se nuk i dihet. Më thanë, si do që t'jetë, po s'na pëlqeu, më vonë e shesim, marrim, bëjmë diçka, po ta marrim, ta bëjmë pronë. Jemi pikërisht sot, mas një viti e ca, neve bëjmë një vit, e bëm në tetor që hym tek shtëpia, dhe po ta shikosh çmimet e arritur, stratosferë. Një lajm që lexova përpara ca ditësh, më thënë në Tiranë, është 4.000 euro metri katror. Që s'ka kuptim, nuk ka logjik. Çfarë desha të them është, neve gjithmonë rasti, mundësia volitshme mund të jetë tani dhe neve themi më vonë. Sepse nuk kam kohë. Një njeri i mençur do ta jetojë jetën me përgjegjësi personale dhe planifikim të mençur. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë këtë planifikim. Të bëjmë planet, por jo kuduru. Edhe Zoti këtë po përpiqet të thotë. Fusni Zotin në planat tua. Dhe tani ju që thoni sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Ky është një plan biznesi mirë për jetën. Sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë. Por një proces që neve e kemi harruar, edhe unë se kam theksuar deri tani, kam thënë të fusim Zotin në jetën tonë, në planët tona, por dhe lutja është shumë e rëndësishme për këtë gjë. Ore thunë e Zotit, desha trotë muhabeti, desha të lej këmis të reja, desha të lej një robet një, mund të jetë një dëshirë që s'ka kuptim. Ore thuaja, lutu Zot. Nuk shiqesh njëri sepse ti po i lutesh Perëndis, është diçka personale, nuk e dëgjon njëri. Nëse ti ke turp nga vetja jote, ti thorsh me zot këto. Si mund të arrish ti të komunikosh me të tjerë? Neve kemi ndonjëherë kemi turp edhe kur jemi vetëm të këndojmë. Ki këndosh ne i kam kështu që na pëlqen. Çuçaçazar. Sot e kësaj dite ka njerëz që e shikojnë veten në video, e shikojnë kështu, sa keq që flaska. Nuk më pëlqen zëri kur flas. Kur, ku, për sa kohë, çfarë, pse? Disa pyetje të rëndësishme që neve duhet të kemi parasysh. Hapi tjetër është përfshi Zoti. Një njeri i zgjuar do ta jetojë jetën duke njohur sovranitetin e Zotit, duke aplikuar zgjuarsinë e Zotit, duke ndjekur vullnetin e Zotit. Në vend që thoni në dash të Zotit, në paçim jetë, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Lutu. Fol me Perëndin. Nuk është asnjëherë gabim. Çfarë ndryshimi bën Zoti në jetën e një njeriu? E pam pak më përpara dhe theksuam që Zoti është krijuesi dhe përjashtuesi i jetës. Zanafilla kapitulli 1 dhe kapitulli 2 thotë këtë gjë. Gjoni kapitulli 1:3, Kolosianët kapitulli 1:2. Zoti është themeli i jetës. Zoti është shpaguesi i jetës. Zoti është sunduesi i jetës. Neve këtë se kuptojmë. Është shpaguesi tek 2 Korintasve 5:17, është sunduesi i jetës tonë tek Ligji kapitulli 10:14. Neve themi ja kam unë jetën këto. Mram ngritë re në gjumë mirë, sot mëngjeset ngritë herek. Ngritë nga ke vati gjithë të gërmit.
se asnjëherë ti nuk e di, edhe thua pyes vete pastaj, ç'pa dhe u qesh mirë. Zoti është bariu i jetës, pra Zoti na ruan. Psalmi 23. Zoti është tati ynë i jetës. Jeremia kapitulli 29 vargu 11. Një hap tjetër është të jetosh me përullësi. Një njeri i mençur do ta jetojë jetën me përullësi dhe jo me arrogancë, duke besuar në Zot dhe jo të besojnë veten e tij. A bëj unë, ç'a kontrolloj unë. Unë kam lek, unë të kokën. Nuk janë gjithë. Që të kuptosh që Zoti është në kontroll. Zoti është bariu. Jo përkundër burrini në arrogancën tuaj, çdo burri i tillë është e keqe, që lexuam Jakobi kap 4:16. Perëndia kundër vihet mendje mdhenjve dhe u jep të përulurve, tek Jakobi përsëri që lexuam bashkë. Një jetë pa Perëndin, shkruajmë datë, edhe themi nga kjo datë, në këtë datë, kam këtë gjë. Po çfarë është tjetër? Kush e ka në kontroll? Në vend që të thoni në dashë të Zotit, në vend që të shpenzojmë kohën në lutje dhe të themi, o Zot, na është në vullnetin tënd, më ndihmo të kem këtë gjë. Na është në vullnetin tënd, nise. Ndërkohë që ti lutesh, nise. Në qoftë se nuk të vjen, po merr përgjigje, nuk është koha. Jo lutu dhe rrim. O Zot, lutem fitoj Telebingo. Vaj fitoj Telebingo. Edhe Zari që thot, to batutat, e? Po ti blesh kërët bilete. Dhe udhëzimi 5 qëndroj vërtet në fjalën tënde. Poja tjetë po, joja tjetë jo, dhe kur thua unë i besoj Zotit, thuaj që unë i besoj Zotit. Unë të thush si e personin që ta mua, unë s'jam gati. S'jam gati për këta, se më pëlqen kjo gjeta. Edhe atë lloj rrugë ka marrë, sepse paktën nga kishat e Krishtit nuk di që shkon. Një njeri i mençur do ta jetojë jetën me angazhim për të bërë atë që është e drejtë sipas fjalës Perëndis. Ai pra që di të bëjë të mirë dhe nuk e bën, Jakobi na thotë, bën mëkat. Tani pyetje, si e di dikush çfarë të bëjnë një? Diçka të rëndësishme që duhet lexojmë është fjala jote, thot psalmisti, është një lam në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Psalmisti vazhdon thot, unë fjalën tënde thot e kam të ruajtur në zemrën time, që të mos mëkatoj kundër teje. Konkluzion, çfarë është jeta? Si do ta jetoj, mase do të thoshit përsëri, çfarë do të thosh ti në këtë pjesë? Po pyetje për neve, çfarë është jeta? Si do ta jetoj unë jetën time? A kam një plan? A kam përfshirë dhe Perëndin? A jam në rrugën e duhur? Prandaj, unë duhet të fus Perëndin në planet e mia, në jetën time, sepse është shumë e rëndësishme. Paqja dhe hiri i Perëndis qoftë me gjithë secilin prej nesh, dhe Zoti ju